Ka dështuar edhe seanca e 32 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Deputetët nuk arritën të bien dakord për formimin e komisionit për mbikëqyrjen e votimit të fshehtë për kryeparlamentarin. Nga 75 deputetë të pranishëm për formimin e këtij komisioni, pro votuan 45 deputetë. Një ishte kundër dhe nuk pati abstenim. Seanca e radhës vazhdon pas 48 orësh, të martën e 17 qershorit në orën 10. Ky dështim i radhës ndodhi disa ditë pasi kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku, shpalosi një agjend 15 pishe për një qeveri të unitetit, duke i ftuar të gjitha partitë parlamentare ta formojnë atë si mënyrë për të dalë nga kriza politike. Propozimi i LDK-s u kundërshtua nga lëvizja vetëvendosje, ndërsa PDK preferon një ekzekutiv mes partive që mandatin e kaluar ishin në opozitë. Një koalicion të tillë e preferon dhe aleancë për ardhmërinë e Kosovës. Çështja ka ngecur te emërimi i kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Kjo është hera 24 që Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe nuk propozojnë nga një antar për formim të komisionit për votim të fshehtë për kandidaten e lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiku për kryetarin e kuvendit, e cila nuk ka arritur të marrë 61 votat e domosdoshme në votim të hapur. Si fituese në zgjedhjet e shkurtit, vetëvendosja si takon që të propozojë kandidaten për kryetar kuvendi dhe ka ngul në emrin e Haxhiut, ndonse partitë e tjera nuk e kanë pranuar. Çështja e ndorimit të mënyrës së votimit nga të hapur në të fshehtë është dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese. Deputetët duhet të zgjedhin kryetarin dhe 5 nënkryetarët për ta konstituar përfundimisht kuvendin e ri. Vetëm pas konstituimit të kuvendit mund të formohet qeveria e re e dalë nga zgjedhjet e shkurtit.